Sot në një grush librash kam kënaqësinë të flas për një studim shumë interesant, jashtëzakonisht të veçantë që synon t'i jap një histori Tiranës, kryeqytetit ton, që nga antikiteti e deri në shpalljen e saj kryeqytet në shekullin e 20. Profesor Dritanegro, mirë se vini në një grush librash me këtë studim që ju e keni titulluar Trijetët e një qyteti. Dhe ajo që të bën përshtypje që nga fillimi është se ju thoni qyteti i Tiranës është gati e pabesueshme ta mendosh se e ka marrë emrin nga qyteti i lirë i Zgërdheshit, pra ose e ka priardhjen nga qyteti i lirë i Zgërdheshit, i vendosur në kryqëzimin e rrugëve dhe në këmbë të malit të Krujës, aq pranë Tiranës së sotme, që qëndron në themelin urban dhe historik të kryeqytetit shqiptar. Pra Tirana e pas ka priardhjen nga Zgërdheshi, rreth 2500 vjet më parë, sepse të gjithë thonë Tirana është një qytet i ri, pa histori dhe pa një traditë me banor të hershëm. Jo, nuk është e vërtet kjo. Gjëja e parë që më shtyu që ta ndërmarr këtë studim është fakti që në të gjitha studimet e deri tanishme, gjëja e parë që thuhet është që Tirana ose Melua, duke ju referuar gjithmonë mbi shkrimin tek xhamia e vjetër, që është e vitit 1613-14. Pse në këtë kohë është pyetja? Askush nuk i ka dhënë përgjigje deri më sot. Çka qenë më përpara në këtë zonë? Pra, ka pasur jetë dhe jetë urbane në mos në këtë vend, dikur rreth e rrotull, duke parë fillimisht dokumentacionin osman të kohës, më pas dokumentacionin mesjetar dhe më pas referencat arkeologjike antike, më rezultoi që këtu ka pasur jetë urbane të mëparshme, sepse edhe legjendat dhe gojdhënat për Tiranën i referohen 4 krojeve të Shëngjinit dhe fshat qytetës Shëngjin. Rëmova nëpër dokumenta dhe më doli që ka ekzistuar përpara themelimit të Tiranës një qendër urbane, as fshat, por as qytet, nëpër masa modeste, por e rëndësishme për vendin dhe për rajonin. Pastaj kalova dhe më thellë për të parë ky vendbanim si ka qenë dhe dokumentacioni dhe rezultatet e kërkimeve arkeologjike të bëra deri më tani më çuan tek vendi që sot njihet me emrin Vila e Tiranës apo Mozaiku i Tiranës. Dhe nuk është rastësi që pranë kësaj vile, mbi këtë vilë dhe rreth e rrotull, ka qenë vendbanimi i parë antik dhe mesjetar që më vonë mori trajtat e një qendre më të rëndësishme. Por pyetja nxjerr pyetjen. Pse kjo vilë dhe kjo vilë që ishte ndërtuar në këtë hapësirë, cilës qendër urbane i referoi dhe nga kishte dalë? Dhe atëherë unë kërkova dhe pash që kjo është një zgjatim i qytetit antik të Zgërdheshit që ndodhet në këmbët e Krujës. Ose Albanopolisit. Ose Albanopolis që në dokumentacionin antik shfaqet me emrin Albanopolis. Duhet kemi parasysh një gjë, Beti, që ky vend ku ne flasim sot është nga të paktat, ndofta i vetmi vend në trojet shqiptare ku kryqëzohen të gjitha rrugët e mundshme tregtare dhe të komunikimit. Kemi rrugën e Shkodrës, rrugën e Lezhës, kemi rrugën e Dibrës, rruga e Arbrit që njëhet që shumë po të kalosh Dajtin, rrugën e Durrësit përballë, rrugën e Durrësit, rrugën e Kavajës, nga Peza në Peqin mund të dalësh drejt në Apolloni, kemi rrugën e Elbasanit, kemi po të kalosh Dajtin në Përshmil, Qermenik, kalon në Librazh në Maqedoni. Unë i kam ndjekur të gjitha këto rrugë, sepse vetëm kështu arrita të kuptoj që çfarë vendi kanë zënë këto rrugë në fillesat e urbanizimit të këtij rajoni dhe ky rajon çfarë roli ka luajtur në ecurinë e marrëdhënieve tregtare dhe të komunikimit të gjithë hapësirës shqiptare. Ju flisni për Trijetët e qytetit, por në fakt në këtë studim janë përfshirë deri tani vetëm 2 jetë nga antikiteti e deri në mesjet, sepse mandej periudha otomane i përket një studimi edhe më të gjerë, edhe më voluminos dhe që për fat të mirë ka dhe më shumë dokumente. Po, këtu unë jam dalur si duke bërë pyetje fillestare, këto më shtyn që të hy thellë e më thellë për të arritur atje ku unë mendova se preka indin e këtij i qyteti. Pra fazat përgatitore për të ardhur tek e sotmja. Është një proces i gjatë historik, por që kulmin e arriti me Tiranën që kemi sot,
qendra e të cilit është atje ku ka qenë ushtari i panjohur. Profesor, e konfirmojnë të gjitha këto që ju keni shkruar me të dhëna arkeologjike në terren, ekzistencën e zgërdheshit dhe lidhjen e saj, këtë lidhje kaq të natyrshme me Tiranën që ne njohim sot dhe këtë hapësirë urbane që ne kemi sot? Po, kjo është sa unë kam ndjekur këtë linjë që kam analizuar edhe emrin zgërdhesh. Emri zgërdhesh është versioni i shqipëruar i latinishtes skuraj. Skuro do të thotë sëpat. Pra një vend që ishte një qendër modeste urbane ku përgatiteshin vegla pune dhe armë lufte, sepse ishte një vend i hapur. Por nga krau tjetër, ajo ishte një qendër shumë e rëndësishme ku piqeshin në rrugët që shkonin në Lezhë, në Durrës, në rrugën e Arbrit, në rrugën e Elbasanit, siç e tham, dhe kjo e bënte këtë vend që të ishte shumë i rëndësishëm. Për ta vërtetuar këtë, unë do të sjell vetëm dy gjëra. Në atë zonë të zgërdheshit kam ndjekur hap pas hapi toponimin rajonale, makro dhe mikro. Dhe kam parë që ka një intensitet të papar në emra përrenjsh, ujrash, burimesh, vendesh, vilash që kanë emrin skuraj. E para, e dyta, edhe kur Osmanët erdhën për herë të parë dhe kryën regjistrimin e parë të kësaj zone, i pari Timarli Osman që u vendos atje ishte metalurg. Nuk është çudi, sepse infrastruktura metalurgjike, sepse aty prodhoheshin vegla bujqësore dhe armë, ishte e gatshme, prandaj ata e shfrytzuan këtë mundësi. Pra, kemi një vazhdimësi të jetës në atë qytet. Ky qytet duket se ka patur kulmin e vet nga shekulli i 4 para erës sonë deri në shekullin e parë para erës sonë. Kjo ka qenë periudha e lulëzimit. Ka qenë një periudhë kur ky ndoqi të gjithë, shiko, ka ndjekur të gjitha hapat e krijimit të një qendre urbane, nga një stacion i vogël në një stacion të madh për të ardhur ke qendra urbane me institucione dhe me arkitekturën mesjetare. Por duhet mos harrojmë që nga romakët u thirr Albanopolis, sepse ishte fisi i albanëve në këtë rajon dhe ata i dhanë emrin Albanopolis, polis i qytet. Për të ndjekur jetën e qytetit në etapën e parë dhe në jetën e dytë, pastaj futen në mes dyndjet slave, sidomos ato të shekujve 6-7, dhe banorët e këtij qyteti, me të gjitha arteriet e tyre që i kishin lëshuar, me vilat që kishin në disa vende, dhe për këtë kam dhënë edhe toponimin e vilave dhe të qendrave të fortifikuara të asaj kohe, u ngjitën dhe vendosën të ngjiteshin në Kruj. Vendosën për në Kruj për të qenë të sigurt dhe për të pasur një jetë të vazhdueshme në një qendër të fortifikuar. Interesant është fakti që edhe në mesjet emri nga të huajt u ruajt, nga Albanopolis në Albanon, ndërkohë që shqiptarët vetë kanë quajtur Zgërdhesh poshtë dhe Kruje sipër, fshati i bardhë ose i shndritshëm. Vendi me burime të pashtershme uji. Kur erdhën Osmanët, ata rrugës pyetën të huajt se në ku po shkonin. Dhe ata i thanë shkon në Albanon. Albanoni në osmanisht është Akçahisar. Pra është përkthim fjalë për fjalë i po atij termi që në mënyrë sistematike kanë përdorur të huajt për ta identifikuar këtë, që nga koha e Klaud Ptolemeut për të ardhur deri në shekullin e 15 kur ata e quajnë Akçahisar. Fjalë për fjalë, qyteti i shndritshëm. Qyteti i shndritshëm për faktin se ke të bësh me gurin e bardhë këlqëror të Krujës, që ka qenë gjithmonë aq i nevojshëm për ndërtimet. Profesor, ju shkruani, gërmimet arkeologjike dëshmojnë për një rrjet villash rustike të njohura në mënyrë konvencionale si Villa Tirana, që në fakt nuk përfaqëson një vilë të vetme, por një kompleks më të gjerë banesash dhe strukturash rurale. Interesant është fakti që kjo vilë e njohur, ose që në mënyrë konvencionale ju e keni quajtur Villa Tirana, u shndërrua më vonë në kishën paleokristiane. Shiko, jam proceset krejt normale që ka njohur jo vetëm viset e Arbanonit, themi të asaj kohe, por edhe në vende tjera. Jam procese krejt normale. Madje për thënë, mua më rezulton që jo vetëm nga bregu i Adriatikut mund të ketë penetruar krishterimin këto,
por edhe Selaniku ishte një hapësirë nga ku mund të vinte krishterimi, sepse nga lindja e mesme. Pra, ideja është që kjo hapësirë është e hapur edhe nga deti, edhe nga toka. Dhe prandaj kemi të bëjmë me një vend me double access që njihet në histori. Edhe deti shumë afër, por edhe larg, por edhe nga thellësia gjeopolitike e këtij rajoni shkon deri në Selanik. Pra, një kërcënim që mund vi, apo një emir që mund vi, që ndihet në Selanik, vjen deri në Durrës, apo e Anasjelta, po filloj këtu, mund ndihet deri atje. Madje mund shkoj edhe deri në Kosënopoj. Profesor, ajo që dim nga Vila Tirana sot është mozaiku. Një mozaik shumë interesant, shumë i bukur dhe që për fat të keq në një pjesë të tij është djegur sepse ashtu siç patën lindjen, ashtu patën edhe shuarjen e tyre këto banesa. Shiko, aty është bërë një gabim i madh në kohën që janë ndërtuar pallatet rreth e rrotull. Unë kam ndjekur edhe gjurmët e hartave italiane të para luftës së dytë botërore dhe në një shënim në Institutin Ushtarak të Firencës thuhet që kjo zonë përfshirë edhe fushën e aviacionit e vjetra, që sot është prapë, ka qenë zonë e ndaluar për ndërtime, por e hapur për gërmime arkeologjike. Banorët të asaj zone më kanë thënë që deri vonë kanë parë eshtra njerëzish që kohë pas kohe dilnin mbi fushë si rezultat i erozionit. Pra e gjithë zona e fushës së aviacionit, sepse është kuota më e ulët e fushës së Tiranës. Edhe aty piqen të gjitha rrugët që ne i përmendëm dhe e gjitha ajo zonë është Tirana antike dhe Tirana mesjetare, si zgjatim i Zgërdheshit dhe i Krujës gjithmonë, por që është e përbërë nga të dyja pjesët që janë të lidhura, fati të cilave ka qenë i lidhur në mënyrë integrale nga të dy krahat. Cila ishte përhapja e popullsisë së krishterë në këtë zonë, që ju thanë mund vinte nga Durrësi, por mund vinte deri nga Selaniku? Shiko, proceset fetare i janë shumë interesante, sepse i janë procese që kanë njohur të njëjtën tipologji edhe në vende të tjera. Krishtërimi ishte në ekspansion sepse konsideroi risi për kohën, një gjë që ishte e re, por që të mundje të vjetërën politeistën ishte e vështirë, kërkoi kohën, rrugët dhe shfaqjet e vetë graduale. Duhet mos harrojmë, vendbanimi i parë mesjetar aty është quajtur Shëngjin. Prandaj mua më bën të mendohem që ka lidhje direkt me Shëngjinin e Lezhës, sepse kanë të njëjtin emër dhe kisha ka pasur po të njëjtin emër. Plus kësaj, edhe mbrapa Dajtit ka dy fshatra me emrin Shëngjin, Shëngjini i Madh dhe Shëngjini i Vogël. Është një toponimi Shëngjin-Shëngjon, ka dhe toponimi fetare shumë intensive. Shënmëri, Shëngjergj, Shëngjon, gjithandej. Pra, është një, edhe këtu mjafton të ndjekësh toponimin për të kuptuar thellësinë dhe sa thellë është ngulitur ky besim në fazat e hershme të tij dhe vjen i gjallë deri sot. Madje as osmanët nuk arritën dot që të zemësonin, le që nuk ishte synimi i tyre që ta bënin që tillë. Profesor, ju shkruani kurba historike që çoi në vdekjen e sistemit të vilave ecën paralelisht me shpërbërjen e sistemit perandorak dhe kulturor romak. Çfarë ndodh në këtë kohë me Zgërdheshin dhe banesat e tij, por edhe me popullsinë? Pa diskutim, rënja e perandorisë romake erdhi si pasojë e dyndjeve, sidomos e dyndjeve të shekujve 5, 6, 7, por tek ne dhe në Ballkan një goditje të madhe sistemit perandorak i dhanë dyndje slave. Duhet kemi parasysh një gjë, dyndjet slave nuk kishin për qëllim që të vinin këtej kryesisht nga ne, krahun e perëndimit. Më tepër kishin Kosënopojën dhe Selanikun. Por formacionet politike sidomos në shekullin e 7, bullgarët, fiset bullgare, u bën një sfidë e madhe për Bizantin. Bizanti teorikisht i kishte këto hapësira nën kontrollin e vet, por jo aq sa t'i kundërvijej fuqisë së këtyre. Veç kësaj, ka një fenomen shumë interesant që çoi në themelimin e Krujës. Në kushtet e sotme merr shumë kuptim.
Në shekullin 7, Islami në lindjen e mesme mori një hovë shumë të madh dhe brenda një periudhe shumë të shkurtër u përhap shpejt. Duke dashur të futej në Azinë e vogël u përplas me Bizantin. Flas për shekullin e 7 dhe duke qenë se ushtria dhe vëmendja e gjithë shtetit bizantin u përqendrua në lindjen e mesme hapësira e Ballkanit mbeti bosh. E hapur për dyndje slave dhe bullgare. Në këto kushte, kur nominalisht njiheshin si territore bizantine, por nuk kishte kushtin mbronte, atëherë banorët e të gjithë kësaj hapësire filluan të mendonin për një vendbanim të qëndrueshëm, por të sigurt, për të jetuar jo në mënyrë shko dhe ajde, por në mënyrë permanente. Dhe këtu ndoshta ndodha i kalimi nga qytetet polis në qytetet kështjella? Kjo është. Me fortifikime që nisin me kullën e Petrelës, Bashtovës, Gracenit. Janë të gjitha këto, fillimisht kulla dhe për të parë nga vinin dhe ku shkonin dyndjet, për të fortifikuar dhe për të realizuar qoftë qëndrime të përkohshme në kohë krizash, kurse Kruja ndryshe nga këto qytete dhe Marin Barleti është më e madhja qendër urbane e themeluar ndonjëherë nga vendasit, sepse është menduar për kohë paqeje dhe kohë lufte. Ai e ka dhënë në mënyrë perfekte procesin se si ka dhënë shumë data, por një proces se si u krijua Kruja. Një aspekt tjetër shumë i rëndësishëm dhe që s'duhet lënë pasdore është edhe formimi i elitave dhe familjeve të mëdha. Ju përmendët familjen e Skurajve, por ka pasur edhe shumë familje të tjera, emrat e cilave edhe pse ka pak dokumente në dispozicion, ju i keni gjurmuar në këtë studim. I kam gjurmuar sepse i janë shumë të rëndësishme, sepse tërheqim përpara proceset historike, vjen në drejtimin e shoqërive dhe në momentet caktuara ofrojnë zgjidhje për problematikat nga krizat, ashtu edhe për të ndërtuar qendra urbane dhe formacione shtetërore. Në këtë rajon dominojnë Skurajt, pra ajo kastë shoqërore që kishte drejtuar zgërdheshin dhe që më pas u ngjit në Krujë. Më së miri këtë e kam gjetur në qytetin e Krujës nga një gojthën një fjali, që thotë, u ngritën gurët e zgërdheshit dhe zun vend në Krujë. Kjo tregon shumë. Pra ajo popullsi, ajo elit, ajo pjesë e qendrave urbane rreth e rrotull, e vilave, e qytetit e vilave, që nuk ndiheshin të sigurt në fush apo në kodër, tashmë u ngjitën sipër. Dhe po të shohësh edhe në mesjet, kjo familje dominon në dokumentacionin bizantin të kohës. Edhe Venedikas dhe perëndimor, dhe mund të themi këtë, mjafton të shohësh toponimin e rajoneve ku kanë sunduar për të kuptuar cilat ka qenë mbiemrat e rëndësishëm. Në Shqipërinë e mesme dominojnë Skurajt, në Shqipërinë e Veriut dominojnë Tukagjinët, në Shqipërinë nën Shkumbin janë Muzakajt. Po të shohësh shtrirjen dhe deri ku kanë shkuar emërtimet Muzakaj si toponimi deri thellë në Greqi, ose Tukagjinët deri thellë deri në Serbi e sotme. Skurajt deri afër Shkupit. Atë këtu ke të bësh direkt me familje që ndonse kanë njohur në momentet e caktuar supremacinë formale të perandorive apo të shteteve që vinin e fuqive të mëdha që vinin nga jashtë, lojën brenda e kanë bërë këta. Kanë lënë gjurmë, kanë lënë emër, kanë lënë rrënjë thella në popull. Dhe në mesjet ky fenomen është më së i dukshëm. Ju, siç e tham, keni trajtuar këtu vetëm 2 jetët e një qyteti, pra të Tiranës, të kryeqytetit tonë. Besoj jeni në punë e sipër për të përmbledhur edhe jetën e tretë, atë që është edhe më e rëndësishmja për ne dhe që ndoshta do t'i jap fund edhe dilemës se nga ka ardhur, nga e ka përjardhjen emri Tiranë që ne njohim sot. Dëshira është e madhe që të çoj përpara këtë projekt. Jam duke e menduar në literaturën e deri tanishme, duke filluar nga periudha ke dokumentat e para osmane, unë mund të them vetëm kaq që në regjistrimet e para nga emrat e familjeve të Krujës, për shembull familjet e hershme të Krujës dalin që në shekullin e 16, për shembull familja Kuçi, Dervishi, Kurti, Babasi,
por edhe disa familje që ishin krutane po u bën tiranase, si Mara, Konçi, Shima. Ato janë të zbritura më pas. Po në dokumentacionet në etapën më të hershme para themelimit zyrtar të qytetit Tiranës, ndër familjet e para që kanë populluar Shëngjinin, që ishte pjesa themelore e cila furnizoi, arteria që furnizoi më pas qytetin, rezulton familja Farka, familja Zajmi, familja Hasa dhe familja Reqi, që janë nga të parat. Më pas besoj se do dalin të gjitha familjet e tij. Por është një qytet që ka bërthamën e vet, por ka thithur edhe nga rrethinat e tij. Nuk duhet harrojmë një fakt që hapësira jetike që ka mbajtur gjallë, qendrat urbane të këtij rajoni fillonin nga Lezhë deri në Manastir dhe nga Kavaja dhe deri afër Shkupit. Është hapësirë jetike e cila ka garantimi i të cilës nga familjet e mëdha dhe formacionet politike, herë të dobta, herë më të fuqishme, kanë bërë që ky rajon të mbjetoj thrazirave dhe të eci përpara. Profesor Egro, ju falenderoj shumë që ishit në një grush librash dhe që tek e fundit keni hedhur më shumë dritë dhe nuk është fare e lehtë në mungesë të dokumenteve mbi historinë e Tiranës, që nga ky fshat rrëz Krujës, zgërdheshi, nga ky vendbanim i hershëm e deri në ditët tona. Pra, një ftesë për lexim për 3 jetët e një qyteti nga Dritan Egro. Faleminderit. Shumë faleminderit juve.